Ka rinisur punimet për projektin e portit të integruar në zonën e Zvërnecit tashmë dhe me ritme më të intensifikuara. Pas një periudhe relativisht të gjatë ndërprerje, aktiviteti në kantier është rikthyer, duke dhënë sinjale pozitive për ecurinë e këtij investimi të rëndësishëm për qytetin e Vlorës. Rinisin punimet tashmë të intensifikuara për projektin e portit të integruar në zonën e Zvërnecit në Vlorë. Vlera e këtij projekti është në rreth 43 milion euro, ndërkohë që afati është në 24 muaj kalendarik. Punimet ka rinisur sërish pas një ndërprerje të gjatë, ndërkohë që nuk dihet ende se kur ky projekt do të përfundojë. Ajo çfarë përcaktohet lidhet me afatet në 24 muaj kalendarik për pa përcaktuar nisjen dhe përfundimin e këtij afati. Ajo çka të bëjë me këtë projekt është mjaft i rëndësishëm pasi do të jap një zhvillim edhe më të tetëshëm portit integruar në Vlorë, i cili përfshin edhe portin e peshkimit, portin e tragjeteve, por edhe portin e mallrave. Porti integruar në zonën e Zvërnecit është cilësuar prej kohësh si një nga projektet më strategjik për zhvillimin ekonomik të zonës. Ky projekt parashikon ndërtimin e një terminali për pasagjerët, një porti të dedikuar për peshkimin, si dhe një terminali për përpunimin dhe transportin e mallrave. Një strukturë e tillë pritet të ndikojë ndjeshëm në rritjen e aktivitetit ekonomik, duke përmirësuar infrastrukturën portuale dhe duke krijuar mundësi të reja punësimi. Vlera e investimit llogaritet në rreth 43 milion euro, ndërsa afati i realizimit është parashikuar të jetë 24 muaj kalendarik. Megjithatë, ende nuk është bërë publik një afat i saktë për përfundimin e plotë të punimeve, çka mbetet një nga pikat që kërkon më shumë qartësi nga autoritetet përgjegjëse. Rinisja e punimeve shihet si një hap i rëndësishëm, sidomos në një kohë kur sektori i peshkimit dhe aktivitetet detare në zonë po përballen me vështirësi të shumta. Përfundimi i këtij projekti pritet të krijojë kushte më të mira operimi për peshkatarët dhe bizneset që lidhen me detin, duke i dhënë një shtysë të re zhvillimit ekonomik të Vlorës dhe zonave përreth.